Në seancën e sotme kuvendore kushtuar pyetjeve të deputetëve, opozita maqedonase përkatësisht Radmila Sheqerinska nga LSDM pyeti se si për një kohë të shkurtër drejtori i Agjencisë për Zbulim dhe Kundërzbulim Sasho Mijallkov ka rritur në mënyrë enorme pasurinë, bazuar në fletpronësinë e siguruar nga Komisioni i Antikorrupsionit. Sheqerinska tha se Mijallkovi vetëm gjatë 5 viteve të fundit ka rritur për 1,6 milion euro pasurinë. Кој е тој бизнис во Република Македонија и во странство, со кој се занимава директорот на тајната полиција во Македонија? Cili është ai biznes në Maqedoni dhe jashtë saj me të cilin merret drejtori i policisë sekrete në Maqedoni dhe të cilit i ka mundësuar që për një kohë të shkurtër ta difishoj pasurinë e tij? Për çfarë biznesi bëhet fjalë, të cilin udhëheq kushëriri juaj i parë dhe i cili i mundësoi për një kohë të shkurtër të paraqes pronë shtesë në vlerë prej 1,6 milion euro, tha Radmila Sheqerinska nga LSDM-ja. Lidhur me këtë, kryeministri Nikola Gruevski tha se Mijallkov nuk është prezent në sallë dhe se ai do të përgjigjet në mënyrë adekuate dhe publike. Unë nuk mund të përgjigjem në detaje të cilit do qoftë funksionar në shtet, i cili ka parashtruar fletpronësi se si ka ardhur deri te mjetet, si i ka fituar e kështu me radhë. Atë që e di është se një periudhë të gjatë Sasho Mijallkov kishte biznes privat para se të hinte në këtë funksion, tha kryeministri Gruevski. Por Sheqerinska e pakënaqur nga përgjigjja e kryeministrit tha se mospërgjigjja e Gruevskit dhe vendimi që të heshtin rreth këtyre temave dëshmon se ai është vetëm rojtar i kasafortës familjare, shfrytëzues kryesor, donatori kryesor, si duket jeni ju zoti kryeministër, tha ajo. Qëndrimi konsekuent dhe pro-evropian i BDI-s nuk lejon miratimin e ligjit të mediave. Kështu deklaroi sot deputetja e integristëve Ermira Mehmeti Devaja, duke i vlerësuar si të pabazë akuzat e opozitës shqiptare se BDI është përgjegjëse për ngecjen e proceseve integruese. Mjafton të përkujtojmë opinionin se mos pajtimi jon lidhur me ligjin për mediat në fakt është duke bllokuar miratimin e këtij ligji në parlament dhe mendoj se ky është një moment pozitiv të cilin opinioni duhet ditur dhe duhet përshëndetur si një qëndrim politik konsekuent dhe pro-europian. Bashkimi Demokratik për Integrim megjithatë ka arritur që të lërë shenjë pozitive në menaxhimin me procesin eurointegrues të vendit. Por fatkeqësia qëndron në faktin se zgjidhja e çështjes së emrit, gjithsesi kontesti i hapur me Greqinë, është një çështje e cila pa u tejkaluar Maqedonia nuk mund të bëjë hapin e duhur dhe të merituar përpara. Sa i përket akuzave se lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim pas ka shkuar që të fotografohet në kryeqendrat europiane, unë do thosha se në fakt zoti Ahmeti ka qenë në këto kryeqendra si lideri të gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Por paraprakisht Bekim Fazliu nga PDSH, duke fajsuar partinë shqiptare në pushtet për ngecjen e integrimeve, po ashtu theksoi se janë harruar dertet e shqiptarëve. I ikur llogaridhënies për punët, hallet dhe dertet e shqiptarëve këtu i vendosën vetes prioritete tjera, në thojza eurointegrimet. Fare pa e ditur se çka do të thonë eurointegrimet. Dhe njëri mendoj se me ekskurzionin nëpër disa vende të Evropës dhe të fotografohesh te kulla e Parisit, e ke kryer punën për në Evropë. A tjetri, Fatmir Besimi, mendoj se ashtu siç bën servilizëm këtu në Maqedoni, edhe me servilizëm mund të shkohet në Evropë. Por, sipas deputetës së BDI-s Devaja, në aktivitetet jashtë vendit, lideri i BDI-s përfaqëson të gjithë shqiptarët. Maqedonisë menjëherë i nevojitet t'i lejohet fillimi i negociatave me BE-n, ndërsa kontestin dypalësh me Greqinë ta zgjedh paralelisht me procesin e negociatave për antarësimin në BE, pasi ka shumë vite që i ka përmbushur kriteret. Kjo, siç ka deklaruar për agjencinë e lajmeve MIA, ministri i jashtëm Nikola Popovski, ishte mesazhi kryesor nga takimi i sotëm ministror i vendeve të grupit të Vishegradit dhe Ballkanit Perëndimor, ku mori pjesë edhe komisioneri për zgjerim Fyle. Tema qendrore e takimit ku ministri Popovski merr pjesë me ftesë të homologut të tij hungarez Janosh Martonyi është eurointegrimi i vendeve të Ballkanit, sfidat në rrugën drejt BE-s, fuqia transformuese e eurointegrimit dhe si të ndikohet pozitivisht në procesin e zgjerimit të BE-s.
Fakulteti i Arteve i Universitetit Shtetëror të Tetovës prej sot do të funksionojë në hapësirat e reja në kuadër të Shtëpisë së Kulturës në Tetovë. Hapësirat e reja u përuruan sot në prani edhe të zëvendës ministrit të arsimit Safet Neziri, i cili theksoi se tani studentët e këtij fakulteti do të kenë kushte adekuate për të studiuar. Tash studenti e ka fjalën kryesore, të punon, të angazhohet dhe të krijohet me të vërtetë kuadër i cili do t'i përgjigjet nevojës, kohës, vendit, parasisht që thash konkurencës në brenda vendit, po t'jenë konkurent me bashkëmoshatarët e tyre në rajon dhe më gjërë. Përurimi i ambienteve të reja, për nevojat e këtij fakulteti dhe programeve studimore të tij, paraqet një nga momentet më të rëndësishme për të gjithë ne, e sidomos për studentët e të gjitha drejtimeve, sepse që sot ata kanë mundësi që të ndjekin studimet të tyre në kushte shumë më të favorshme, në kushte që jemi të bindur se do të ndikon drejt për drejt dhe në suksesin e tyre. Përmirësimi i kushteve do të ndikojë drejt për së drejti edhe në suksesin e studentëve, theksoi dekani i këtij fakulteti Muamer Sadiku. Një ditë para skadimit të afatit u shkatruan tërësisht pajisjet për prodhimin, përzierjen dhe mbushjen e armëve kimike. Këtë e ka bërë të ditur grupi vëzhgues ndërkombëtar, ndërsa organizata për ndalesën e armëve kimike ka njoftuar se ekipet e inspektorëve kanë kryer kontrolle në 21 nga 23 komplekset në Siri, në të cilët prodhohet armatim, ndërsa 2 komplekset e mbetura janë të rrezikshme për të kontrolluar, por pajisjet kimike tani më janë zhvendosur në vende tjera ku kanë qëndruar inspektorët. Ekipet ishin dëshmitar të shkatërimit të pajisjes, por kjo është vetëm një fazë. Faza tjetër ka të bëjë me planin e shkatërimit dhe eliminimit të gjitha armatimit rezervë. Për 2 javë Këshilli Ynë Ekzekutiv do të duhet të miratojë planin, me çka do të sigurojë se i tërë aksioni është realizuar me sukses, ka deklaruar Michael Luham, pjesëtar i grupit vëzhgues ndërkombëtar. Besohet se arsenali sirian i armëve kimike arrin në 1 milion ton gaz nervor sarin dhe lloje tjera.